Sa të ketë një komunikim studio këtu me mua dhe ju bashkë me kolegen Klodi Lala, u përmend ultimatumi. Kush ka një ultimatum dhe është rasti për ultimatum për vendimin plas? Shiko, nuk është fjala aty, u përmend ultimatumi apo jo. Nga pikpamja politike është diçka tjetër. Nga pikpamja politike është ti të ndahesh sot e tutje, do thuash je babai i reformës dhe hartuesi i reformës, dashnori i reformës në duhesh ta themi, apo je personi që kjo reformë u bë gabimisht nga ty dhe po të vret ty dhe ti duhet patjetër ta ç'bësh atë. Ky është momenti për të kuptuar, në rast se ne do kemi një mazhorancë e cila do mbështes gjyqësorin për sa i përket luftës kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë, apo është një mazhorancë e cila tashmë do kujtohet të zbatojë procedurat të cilat nuk i ka reformuar qëllimisht vetë për t'i hapur rrugë. Se në rast se shikoni, ka një paradoks në gjithë të reformën në drejtësi. I ke hapur rrugë gjithë shkaje me ligjet e reformës në drejtësi, por imunitetin e ke lënë të ngurë si që ka qenë para reformës në drejtësi. Në rast se ti do kishe një vullnet të vërtet politik dhe të thoshe që nuk ka rëndësi për mua se që rol dhe që nivel ki je, por do i përgjigjesh drejtësisë, ka dy rrugë për këtë. Ose hiqe imunitetin në kushtetut, ose çdo kërkesë që bën prokuroria për imunitet. E kemi linjën me gjykatën kushtetuese, kështu që ekrani është i ndarë në dy pjesë për të çdo kërkesë që bën prokuroria për imunitet t'i jepja dorëzoje imunitetin. Vetëm këto dy rrugë janë, ose bëje ligjërisht, ose nga pikpamja formale, ose nga pikpamja praktike jepet gjithmonë imunitetin. Si çështja është deri ku do të shkojë? Shiko, unë ultimatumin më shumë e shikoj nga lëvizja që preku pak më herët zoti Lubonja, që zoti Rama është thirrur me urgjencë sot në atë që quhet Bashkimi Evropian në Europë, etj. Brukseli për këtë rast, dhe pa diskutim që në rast se ne do ta shikojmë nga kjo pikpamje, atëherë i bie që në gjykatën kushtetuese mund të kemi edhe një vendimarrje e cila sigurisht që Rama do t'i lante duart si Ponc Pilati përballë zonjës, që në Europën perëndimore do duhet jepte dorëheqje, me të thënë drejtën, por nëse ne kemi barr këtu dhe thonë të shiko, unë na morën qafë se këta duan na integrojnë dhe ti s'po na lë me integruar Shqipërinë. Ka qarkulluar shumë një informacion që mund të ketë në favor, le të themi kështu, ose mund ta themi kështu për Ramën, pra 5-3 vendimi i gjykatës kushtetuese dhe më pas mund të ketë ndoshta një vendim për dorëheqje nga ana e zonjës Balluku. E ke dëgjuar? Qarkullon. Jo, dhe nëse është kjo, ku të çon kjo? Po kjo i bie që degeneroi sistemin e drejtësisë. Pra me pak fjalë tregon që pse e bëri këtë luftë, pse e bëri këtë betejë deri tani. Pra shikojmë që nëse ai do kishte vullnet, mund t'i thonë të dërhiqej që në fillim. Pra ai ka treguar që ai është padron i gjykatës kushtetuese. Nuk është marrë me çështën, nuk na ka thënë një argument, ore nuk e heqim imunitetin se kjo është e ndershme. Pikërisht pra. Pikërisht. Ke dëgjuar një argument që absolutisht jo, ai është marrë vetëm me formën, jo me përbajtje. Procedura, si shkon procedura, or zotëri ti të rezulton që këtu ka korrupsion apo jo? Shumë drejt. Unë mendoj që në rast se do jetë ky skenar, atëherë do të shpërfaq vetëm forcën e vet që gjykatën kushtetuese e ka nën thundër, është një padron i kësaj gjykate dhe për çdo gjë tjetër, ai është një i palidhur dhe i pakushzuar nga ligji dhe gjithçka i pëlqen atij ka fuqinë e ligjit. Pra këtë do të tregoj sot. Unë nuk e besoj këtë variant. Unë vazhdoj të besoj. Cili variant je? Unë jam shiko, unë shtrova për hir të analizës, po unë ta thash në fillim, unë besoj që vendimarrja do jetë pro Ramës. Pro Ramës.